nuk jemi një organizat do si do, po jemi një organizat që ka forcat të mëdha ushtarake, ndërmerr operacione të mëdha, me shpejtësi të madhe dhe në hapësira shumë të mëdha, që mund të t'japi goditje në drejtime atje ku nuk ja pret mendja asnjë kundërshtari. Ky është mesazhi i stërvitjes. Domethënë që duhet kuptohet nga aleatët, antarët e NATO-s dhe partnerët që janë nën kujdesin e NATO-s, që nuk janë bërë akoma antarë të NATO-s, por që do të... Ju tha që nga 2021 edhe këtej, jo vetëm numri i shteteve, por edhe numri i forcave është rritur, ndjeshëm. Kjo do të thotë që është rritur edhe rreziku. Po pra, stërvitjet organizohen gjithnjë në bazë të situatës politike që ekziston. Situata ndryshojnë nga viti në vit, objektivat ndryshojnë dhe mënyrat e organizimit dhe mesazhet që kërkohen të japin gjatë një stërvitje. Pra, stërvitja realizon dy gjëra, për vetë kontrollon gatishmërinë e aftësinë e forcave të tua, po njëkohësisht i jep dhe kundërshtarit të kuptojë që shiko, unë jam në nivel të tillë që duhet më kesh parasysh nëse ndodh në një keq kuptim ose konfrontim ndërmjet. Zotja Abilaj, ne sa të rëndësishëm jemi në këtë stërvitje, pra cilat janë korridoret që NATO-s i duhen nga Shqipëria që mund të përdorë? Pra gjitha nyjet edhe pikat, kush janë të rëndësishme në Shqipëri? NATO ka disa baza në Shqipëri. Edhe ne, duke qenë antari NATO-s, jemi gjithnjë në dispozicion për të vënë në dispozicion territorin tonë. Me ato mundësi që kemi. Mundësit tona janë të vogla. Për shembull, në këtë stërvitje ne do vëmë në dispozicion disa pika të rëndësishme në Shqipëri. Duke filluar nga Zallherri, kur janë dislokuar disa njësi aty, forca speciale, kompani të Genius, ka mundësi dhe kompania e armëve të dëmtimit në masë, do të vijë në dispozicion baza në Biz, në Kosovë do të vijë poligoni Babaj Boka në Gjakov, e kështu disa pika kryesore. Njëkohësisht janë në gatishmëri edhe njësi të tjera që mund të angazhohen në mbështetje të kësaj stërvitje. Ministria e Mbrojtjes ka bërë disa aktivitete, konferenca, mbledhje dhe përgatitje të situatës, për të ndjekur situatën gjatë gjithë kësaj periudhe të zhvillimit të stërvitjes. Tek neve, ne do përfshihemi në fazën e dytë, duke filluar nga data 26 maj deri në 9 qershor. Faza e dytë quhet imediat response. Përgjigjja i shpejt. Jemi ne dhe gjithë vendet e Ballkanit, veprimtaria do shtrihet deri në Slovaki. Përfshihemi ne, Kosova, Bullgaria, pjesërisht Greqia, etj. Në këtë. Po jemi në fazën e dytë. Faza e parë e stërvitjes ishte Swift response, e cila filloi në Arktik, ka filluar me 11 maj. Edhe u përfshin gjithë vendet e veriut, Norvegji, Suedi, Finland, Letoni, Lituani dhe me angazhimin e pjesshëm edhe të Polonisë si një partnere në bashkëpunim me NATO. Këtu forcat kryesore ishin amerikane. Mori pjesë divizioni